Jemi kthyer në studio të shumiq, kemi ndjekur kështu Capital T dhe Elsa Lila pyes lotin, një variant i ri i pikërisht këngës së Elsa Lilës, i risjell në festivalin e radio televizionit shqiptar. Pavarësisht tekstit të këngës, do t'ishte mirë, Flori, që ne të vazhdonim me të njëjtën vi logjike, mu përgjigj dashuria, pyes lotin etj. Por për fat të keq nuk e bëjmë dot, pasi duhet të jemi në vigjilencë të madhe, sa i përket edhe gripit të shpendëve, i cili ka ndezur sirenat e alarmit, Flori. Vërtet? Dhe për këtë arsye ne kemi 2 miq të ftuar në studio, zoti Kujtim Mersini, epidemiolog, veteriner dhe pedagog në UBT, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Dhe zonja Ana Vuksane, eksperte për sigurinë ushqimore, pedagoge, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi në fakt të diskutojmë në studio për një shqetësim i cili duket sigurisht i përsëritur, të paktën për Shqipërinë, 68.000 pula janë të prekura dhe 400.000 vezë janë bllokuar pikërisht nga gripi i shpendëve. Po për ta kuptuar dhe për bërë një analizë të situatës, e nisim me se çfarë është gripi i shpendëve dhe sa i rrezikshëm është ai. Atëherë, gripi i shpendëve është një sëmundje virale, e cila prek shpendët që nga ata shtegtar deri tek shpendët që përdoren si kafshë shtëpiake, pra në oborret, në fermat e vogla që kanë fermerët. Gripi i shpendëve ose influenca aviare ka disa shtame, por më i rrezikshëm është H5N1 dhe ajo që është problem është që ky grip shkakton një dëm ekonomik shumë të madh për faktin që është shumë agresiv, përhapet shumë shpejt dhe fatalitetet janë shumë të mëdha, pra ngordhja shkon nga 80 deri në 100%. Pra dëmi ekonomik është i jashtëzakonshëm në rastet kur kemi shtame që kanë një patologji të rënduar. Ajo që duhet theksuar, gjithë problemi ne kemi si konsumator, sa të prekur janë njerëzit. Në fakt, gripi i shpendëve konsiderohet si sëmundje zoonotike, që sëmundjet zoonotike janë sëmundjet që transmetohen nga kafshët tek njeriu, por në fakt nuk ka një përhapje, nuk shkakton, si të thuash, nuk është si griprat e tjera, që shkakton një dëm shumë të madh në organizmin e njeriut deri tani. Kohët e fundit, në fakt, nga studimet që na vijnë kryesisht nga Amerika, është parë që kemi një prekje të njerëzve në 64 raste dhe ajo që e bën të njerëzve? Të njerëzve, në 64 raste dhe kohët e fundit kishim një rast që shkoi në fatalitet, pra vdekje në një njeriu, por që në fakt kishte sëmundje të tjera bashkëshoqëruese. Si duhet të ruhemi ose si mund të prekemi, kush janë target grupet që mund të preken njerëzit nga ky grip? Në fakt, më të rrezikuar janë kategoritë të cilat kanë kontakt të drejt për drejt me pulat, siç janë, le ta fillojmë nga veterinerët, pra ata që të shkojnë, ju bëjnë vizitat, që nëse nuk do kenë mjetet e përshtatshme mbrojtëse, do t'jenë dhe më të rrezikuar, fermerët të cilët njerëzit që kanë kontakt të drejt për drejt që ju shërbejnë këtyre pulave, janë punojësit që punojnë në përpulari, janë punojësit që punojnë në thertore, ka raste që dhe punojësit e laboratorëve. Pra, kjo përhapet, rreziku më i madh është tek ai kategori njerëzish që kanë kontakt të drejt për drejt me pulat. Në të njëjtën kohë, është shqetësimi që është kohët e fundit në Amerikë është që ky grup i ka tejkaluar pulat dhe shfaqur dhe në qumshtin e lopëve. Pra ka filluar të prek edhe kafshë të tjera. Duhet pasur kujdes që duhet thënë që simptomat e këtij gripi janë të ngjashme me të gjitha simptomat e griprave të tjera. Me marrjen zakonisht, në momentin që jemi të prekur nga një grip, duhet pasur kujdes që të shkojmë te mjeku, të marrim trajtimin e duhur me antiviral në mënyrë të tillë për të përcaktuar nëse është ky grip dhe për të mos përshkallëzuar sëmundjen. Zonja Vuksani na rrëzuat gjitha pyetjet. Faleminderit shumë, mund ta mbyllim. Gjithsesi, për te e shakas, edhe për ta bërë pak më të lehtë, pavarësisht se alarmi duhet jetë edhe kujdesi. Zoti Mersini, nga ka ardhur gripi i shpendëve në Shqipëri? Çfarë thuhet ose cilat janë raportet? Gripi i shpendëve është në atë që quhet pandemi globale për sa i përket popullatës shpendëve tegër, që do të thotë ndodhet në gjithë botën. Pra nuk është se na ka ardhur, nuk është se ja kemi dhënë, por ndodhet kudo në gjithë globin dhe kuptohet që me lëvizjet e shpendëve tegër
transmetohet tek shpendet e butë. Pra ne kuptojmë që kemi të bëjmë me grip shpendesh momentin që na bie tek shpendet e butë. Pra përmes sistemeve tona të survejancës, kuptojmë që kemi ngordhje, smundshmëri të shpendet e butë. Pra gjithë çështja nuk është se nga na ka ardhur, por sa do të na prek, sepse që është në qarkullim kjo dihet. Pra rasti konkret, prania e gripit shpendve në pulari industriale është një problem ekonomik në radhë parë, pra, sepse kemi dëme ekonomike në përsa i përket prodhimtarisë në produkte siç është veza, por dhe gjithë të tjerave që varen nga veza si lëndë e parë. Sepse nga veza prodhohen makarona, ëmbëlsira e tjerë, pra që do të thotë një efekt i tillë shkon në zinxhir në të gjithë sistemin ushqimor, pra nuk është thjesht veza si produkt i parë që bie nga tregu. Po edhe për në produkte tjera. Po dhe gjithë pjesët me cilat përdoret veza si lëndë e parë, kemi probleme në gjithë zinxhirin ushqimor të vendit. Pra ky është dëmi ekonomik që ne kemi nga gripi. Hasja është pothuajse përvitshme nga 2020-a e deri më sot, pra kemi pas vazhdimisht ekspozime dhe pritet që të kemi ekspozime. Pra nuk është diçka që mbaron me sot. Dhe jam kurioz, si shkon virusi përsa ko vjen nga shpendet e egra? Si arrin të shkoj brenda le të themi një stabiliment? Normalisht stabilimentet kanë norma biosigurie të larta, pra që do të thotë mbaj virusin larg fermës së tyre përmes masave të forta higjienike, përmes kontrolleve të rrepta në hyrje ndalje të fermës, por gjithmonë viruset janë të padukshëm, janë shumë vogla dhe ka mënyra që arrin të tejkalojnë këto barriera mbrojtëse që kanë ngrit fermat pra të mbashtimit të shpendëve. Kuptohet, tek shpendet e oborrit është edhe më thjesht sepse ata mbajnë të lirë edhe praktikisht kontakti është gjithmonë më i madh, por tek stabilimentet pavarësisht normave të larta të biosigurisë ndodh që diku ndodh një gabim njerëzor dhe në këtë mënyrë infektohet pularia. Dhe kjo nuk është se na ka ndodhur vetëm neve, kjo ndodh në të gjithë botën, pra flasim edhe për ferma industriale shumë të mëdha në të gjithë Europën e Veriut, por dhe në Amerikë, pra rastet më i prekuri në Europë ka qenë Polonia dhe Italia me numrin më të madh të rasteve, pra dy vende të BE-s, të cilët janë gjunjëzuar nga kjo sëmundje. Gjithashtu kemi Amerikën që është në një epidemi shumë të madhe përsa i përket shpendëve, por edhe transmetimit të gjedhi, që ky është lajmi i keq që kemi, përsa i përket gripit, sepse gripi ky shtam, pra H5N1 po fiton një aftësi që të transmetohet tek gjytarët, sepse është ndryshe të preki një organizëm shpendi dhe është ndryshe të prekësh një organizëm gjytari, siç është gjedhi pra. Por dhe njeriu është po ashtu gjytar, kështu që dhe rastet në njerëz, pra 70 raste dhe dy raste fatale. Jo pak kohë më parë, në mos gaboj, diçka nga nëntori zonja Luksani, kemi patur një bisedë të ngjashme, jo vetëm për gripin e shpendëve, por edhe për derat e egër. Aftën epizodike. Aty kishim të bënim me murtajen afrikane të derave. Pra, kjo nuk ndikojnë, Jo, ndikon. Në fakt. Ka qenë në zonën e Lezhës. Po. Ky është murtaja afrikane e derit që ndodhet në zonën e Lezhës, Mali i Rencit dhe ishulli i Lezhës. Ku kemi, sepse ky është problemi që forcat veterinare kemi të shpërndara, kemi një epidemi në dera, kemi një epidemi në shpend dhe larg qoftë themi pritet një epidemi te baktit e imta. Që ndodhet në Greqi dhe në Rumani. Pra domethënë situata me smundjet infektive të kafshëve, por dhe që mund të prekin njerëzit është jo shumë e qetë. Por përsa i përket derave, një nga gjërat që ndoshta shërbimet veterinare në Shqipëri duhet bëjnë është të ngrenë sisteme monitorimi pikërisht tek derat, për shkak sepse gripi shpendëve mund të kalojë tek derat, të përzihet me gripin e derave dhe kështu bëhet më i përafërt për të na prek ne. Pra do të thotë tek gjedhi 1 dhe tek dera 2 duhet fillojmë të rrisim vigjilencën, të bëjmë monitorime serologjike për të kuptuar nëse kemi qarkullim të gripit të shpendëve apo jo tek këto specie, sepse këto specie janë si thosh indikator për shëndetin tonë, jo thjesht se na interesojnë sepse janë kafshë prodhimi, por praktikisht janë paraprirëse e një infeksioni që mund ndodhi potencialisht tek njerëzit. Kuptohet, rreziku tek njerëzit sot për sot që flasim është i ulët. Nuk kemi rrezik
në popullatën e gjerë janë personat dhe kategoritë caktuara, siç përmendi zonja Vuksani, që mund të preken pra shpendritësit, sepse janë në kontakt të drejtë për drejtë dhe kontakt shumë të afërt dhe kjo bën që aksidentalisht të infektohen, sepse nuk është të infektohen në mënyrë normale siç infektojmë në njëri tjetrin kur është sezoni gripit. Pra nuk i ndodh nga shpendi tek njeriu, por aksidentalisht qëllon që infektohen dhe në përgjithësi nuk kanë simptoma të rënda pra. Megjithatë, zonja Vuksani, çfarë ndodh me shpendët të cilët kanë ngordhur për procesin e eliminimit të tyre dhe çfarë duhet bëjmë kujdes nëse ndonjë nga produktet të cilat në fakt mund të kenë qenë të prekura ose le të themi kanë qenë produkti këtyre shpendëve mund të kenë dalë në treg? Atëherë, nga çfarë do lloj sëmundje që mund të ngordh një kafshë apo një shpend, ai duhet të azgjësohet. Dhe kushtet e azgjësimit duhet të jenë ka kushte specifike azgjësimi që bëhen në kujdesin e operatorit të biznesit edhe të Agjencisë Rajonale të Mjedisit, pikërisht për rëndësinë apo riskun që paraqesin kafshët apo shpendët e ngordhura në këtë rast. Për sa i përket ushqimit, ajo që thamë është shqetësuese në Amerikë që tashmë gjurmë ose virusi është gjendur edhe në qumshtin e lopës. Ajo që dua t'ju them konsumatorit është fakti që në qoftë se ne do ta gatuajmë në temperaturën e duhur, pra mbi 74 gradë, qoftë mishin e pulës, apo qoftë vezën, edhe në rast se ai ka virusin, ky virus nuk do të transmetohet tek njeriu. Pra, me qënë se jemi dhe në mëngjes, do të këshilloja as surbull, as pushe, ju lutem të zirë plotësisht edhe mishi duhet të ketë një temperaturë kur gatuhet mbi 74 gradë. Ajo që duhet kenë prap kujdes anvisat është fakti që atje ku manipulojnë në enët që manipulohet ushqimi, pra pritet, hidhen erzat, pra ku manipulohet çdo ushqim, nuk duhet të priten perime apo një ushqim tjetër, duhet të lahen. Dhe ajo që është në të gjitha viruset, duhet të kemi shumë kujdes me higjienën personale, larjen e shpesh të duarve sa herë prekim. Një problem tjetër duhet të shmangim kontaktet kur shkojmë në fshat me pulat, pra ne kemi kënaqësinë që nga njëherë dhe fëmijët edhe për t'i parë, gjithashtu një vektor tjetër i përhapjes mund të jetë duhet parandaluar tregjet. Pra tregjet e hapura ku tregtohen pula shpend të llojeve të ndryshme sepse prek gjithë spektrin e shpendëve, pra dhe shtektar, pata, pula, rosa, pra të gjitha shpendët, ka një spektër të gjerë dhe duhet të evitojmë pikërisht të gjëra që ne të kemi mundësi që të mos transmetohet pra ky virus. Por në fakt nuk ka raste që ka transmetim nga ushqimet të cilat janë gatuar në temperaturën e duhur të transmetohen tek njeriu. Megjithatë po e marrim të mirëqen hipotetike që mund të ketë nga ata që janë të papërgjegjshëm. E di që në një stabiliment apo në shpendët shtëpiake, në oborrin e tyre ka kafshë të cilat ose shpendë të cilat janë infektuar, si rrjedhoj i therë të tjera në mënyrë që përpara se të ngordin ose të duhet të ndjeki protokollit tjetër, i therë dhe i nxjerr në treg për t'i shitur. Çfarë ndodh në tillë rast? Pra, unë jam thash. Po marrim parasysh një njerëz që mund marrim një abuzues, edhe po të ndodhi, gjë që gjasat janë shumë të vogla që të ndodhi, po marrim skenarin më të keq të mundshëm që ndodhi. Praktikisht rruga e transmetimit përmes ushqimit për këtë virus nuk është provuar shkencërisht që të kalojë përmes konsumit të ushqimit. Pra, nuk kemi asnjë rast njohur deri më sot që kjo sëmundje të kalojë përmes kësaj rruge, sepse gripi është një sëmundje respiratore, pra kalon përmes frymarrjes. Kjo është rruga normale e gripit, pra. Që do të thotë, plus higjiena e mirë në gatim dhe trajtimi termik, pra gatimi me temperaturat larta e eliminon, që do të thotë në gjitha rastet konsumatori është i mbrojtur. Pra prandaj themi që ka një risk të ulët, nuk themi risku zero, por themi riski i ulët për sa i përket popullatës gjerë. Problemi është që strukturat përgjegjëse duhet të parandalojnë pikërisht rastet e abuzimit, sidomos në fermat e mëdha, që këto pulat e infektuara të mos futen apo Zot na ruaj të ngordhurat mos futen në zinxhirin ushqimor. A monitorohen nga strukturat shtetërore pikërisht eliminimi i shërbimi veterinar edhe në rastin kur kemi momentin e dyshimit, jo momentin që është konfirmuar, por që kur dyshohet që një fermë e cila ka pas ngordhje të papritura shpendësh, pa ditë shkakun akoma, e kalon në bllokim fermën pra. Është qartë. Dhe asgjë nuk hyn brenda, asgjë nuk del jashtë derisa ky dyshim të konfirmohet.
ose të hidhet poshtë si dyshim që nuk ka problem. Pra ferma mbyllet dhe kështu ka ndodhur rasti konkret, pra ferma është në momentin që flasim është në karantinë, po ndodh procesi eliminimeve, produktet janë asgjësuar, që do thotë nuk ka pas. Edhe partitë të themi të vezëve të prodhuara nga ferma, përsa i përket datave, edhe periudhës sa do inkubacioni janë eliminu për arsye sigurie. Kështu që këto janë masat që praktikisht shërbimi veterinari merr në çdo rast që në momentin që dyshohet. Pastaj ku konfirmohet sigurisht që ka masa. Zonja Vuksani, keni diçka për shkruar? Në fakt, unë dua të besoj që strukturat funksionojnë dhe besoj që nuk do gjendemi si në situatën e viteve të kaluara, që shifshim male me pula të ngordhura e tjerë. Shpresoj që të rritet numri veterinerëve, të merren masa për që ata të kenë masat mbrojtëse, pra veshjet një përdorimshe, këtë që në opinionin tim dhe në ato që na thonë veterinerët nuk ka mjete të mjaftueshme, nuk kanë logjistik të mjaftueshme, sepse themi derrat, themi shpendët, dyshojmë për diçka tjetër, dhe unë do doja që të kishim kapacitete të mjaftueshme që të shkohet në kohë reale për të parandaluar atë që është një dëm ekonomik, sepse do kërcënohemi nga mungesa dhe që do sidhi dhe rritjen e çmimeve, qoftë mishit pulës apo të vezëve. Mirë, kur themi të parandalohen, cilat mund të jenë forma më drejt për drejt e parandalimit? Pra, marrim një shembull, ka ndodhur që ka një masivitet të këtij gripi në Elbasan, për shembull. Çfarë do duhet të bëjnë strukturat shtetërore për të monitoruar apo parandaluar një epidemi tjetër, për shembull në Lushnjë, në Fiera, apo ku ndodhen fermat e tjera? Strukturat kanë atë që quhet plani kontingjencës, i cili rishikohet pas çdo ngjarje të madhe që ndodh, rishikohet për të parë ku ishin gabimet dhe ku janë pikat e forta. Pra dhe në momentin që flasim kemi një plan kontingjence në fuqi, i cili parashikon të gjitha veprimet, masat dhe të gjithë mënyrën se si organizohet kontrolli i smundjes. Pra ka një seri, është një dokument i plot dhe për këtë dokument kryhen edhe ushtrime simulimi si tush loj lufte, po sikur të bjerë dhe çfarë do bëjmë. Pra paka shumë si në për filmat me ushtarak, pra që bëhet një skenar dhe se si do të ndodhë, që do thotë ky plan tashmë ka hyrë në fuqi, sepse me hasjen e gripit është aktivizuar plani kontingjencës, është mbledhur në ministri grupi i krizës, i menaxhimit të krizës, dhe përveç njësive qendrore kemi edhe grupin e krizës rajonale, ku janë të gjithë autoritetet vendore të përfshira, sepse të menaxhosh një smundje infektive nuk është punë vetëm e shërbimit veterinar, do të kuptojmë. Nuk ja dalin dot vetëm veterinerët, sepse ne thamë që kanë të bëjnë tregjet. Do bllokohen tregjet e gjysgjallë. Po këto janë në varësinë e bashkisë. Po ka lëvizmëri shpendësh, e cila prapë është e bllokuar lëvizja e shpendëve pa kontroll veterinar. Hyn loj policia shtetit, e cila kap kamionet me shpendë etj. Pra janë do të funksionojë një zinxhir, pra nuk është thjesht shërbimi veterinari vetëm për ballë smundjes, po janë të gjitha strukturat shtetërore që angazhohen, që detyrohen nga plani kontingjencës për të orkestruar kontrollin e smundjes. Dhe normalisht ngrihen dy radh, pra një rreze me 3 kilometra ku kryhet inventarizimi, kontrolli i përditshëm i fermave nëse ndodh një ngordhje brenda këtij perimetri rreth e qark Vatrës, dhe kemi edhe një zonë prej 10 kilometrash ku rritet vigjilenca veterinare për të parë nëse prapë, pra si tush bëhen dy rrethimet smundjes në mënyrë që mos ketë përhapje. Por problemi në këtë rast nuk janë thjesht shpendët e butë, por kemi të bëjmë me shpendët e egër. Këto nuk i kontrollojmë dot, nuk ka mjete dhe mënyra për t'i kontrolluar dot, dhe janë bartës të smundjes, dhe kjo bën që praktikisht mbrojtja më e mirë në këtë rast janë vetë fermerët. Është e pamundur, nuk ka asnjë strukturë shtetërore që mund të mbrojë fermën nëse nuk i del për zot vetë. Megjithatë, 68.000 pula për një stabiliment ndoshta s'janë gjë e madhe, sepse mund të investoj prapë nga e para, mund të marrë një kredi, mund të arrijë ngre. 68.000 kokra vezë në ditë. Po, por ndoshta s'janë gjë e madhe, sepse dua dalë një pikë tjetër. Për një zotëri që jeton mbrapa malit Dajtit në një fshat i cili mund të ketë 30 pula, dhe nëse bie gripi shpendëve dhe ato ngordhin të 30-ta, patjetër që janë një humbje madhe.
në këtë rast, për dikë që na dëgjon dhe ka mundësi që të bëjë diçka për të mbrojtur shpendet e vet, si mund të reagoj? Duhet patjetër të mbajë të mbyllura, jo në gjendje. Normalisht duhen mbajtur mbyllura, duhen ushqyer në kotec, themi se kotece janë pra këto të fermave të oborrit, pra duhen mbajtur të mbyllura në kotec në mënyrë që mos kontaktojnë me shpendet e egër, se ky është gjithë problemi. Në momentin që kontaktojnë me shpendet e egër, për një periudhë të pacaktuar apo zakonisht ka ndodhur dhe problemi tjetër është që fermerët kur ndodh ngordhja duhet njoftojnë. Zakonisht në praktikën e përditshme që ngordhin 30 pula, i lë aty, i merr 5 zoga borç komshiut, 3 një komshi tjetër, e riplotson tufën e vet, sepse janë mësuar dhe nga halli, nuk është se e bëjnë nga dëshira këtë punë. Por smundje ka të tjera, nuk është vetëm gripi i shpendëve, pra kemi edhe pseudopestin që ngordh shpendet, ajo që populli thot flama, dhe është një smundje përhapur në Shqipëri, gjë që është shumë e ngjashme me gripin e shpendëve, dhe fermerët i ka rënë flama, thonë, edhe as nuk e njoftojnë shërbimin veterinar. Ky është një problem tjetër, që ky pastaj bëhet shkak, jo vetëm për fermën ku ka ndodhur smundja, po bëhet për gjithë komunitetin, sepse mungesa e njoftimit nga ana e fermerit tek shërbimi veterinar sjell kohë vonesë, po me smundjet infektive sa më shpejt ta gjesh smundjen dhe sa më shpejt reagosh, aq më në avantazh jep për të minimizuar dëmet, se që dëmi do ndodhi, çështja është sa të madh do ta kesh dëmin, pra duke reaguar shpejt, ne mundemi të ulim atë faturën ekonomike, pra që tham, për sa i përket shëndetit kafshëve. Ndërkohë, e fundit, zonja Voksani, sa sigurta janë ushqimet në vendin tonë? Flasim tani në pikpamjen e konsumatorit. Ti marrim në përgjithësi, apo se këtë e sqaruam pjesë? Jo, këtë e sqaruam tani në përgjithësi. Atëherë në përgjithësi, unë kam parasysh rastin e ditëve të fundit të mandarinave. Dhe unë po flas vetëm mbi fakte, jam gata njerëz që konsultohen fakteve, pra burime të certifikuara, dhe në deklaratën e prokurorisë u tha qartë. Edhe pse nga Ministria e Bujqësisë që në dhjetor patëm një deklaratë që janë asgjësuar çdo kokër mandarine, në bazë të prokurorisë tha vetëm 10 tonë, të cilat sipas fermerëve janë asgjësuar në kanalet e zonës dhe në landfillin e Beratit, nuk ishte asnjë gjurmë të këtyre produkteve. Dhe kjo flitej vetëm për 10 ton nga 21 ton që kishte ngarkesa. Pra për 11 ton nuk ka asnjë lloj, asnjë shenjë. Dhe kjo ka ardhur si rezultat i mungesës, i papërgjegjshmërisë së institucioneve, kryesisht i AKU-s, që e ka detyrimin të marrë njoftimin, e ka shumë të thjeshtë, sepse njoftimi vjen në kufi dhe në çdo pikë doganore ka një inspektor të vetin, i cili duhet të shoqëronte ngarkesën me një letër deri në Berat, dhe në Berat inspektorët e Beratit duhet të bllokonin deri në asgjësimin e këtij produkti. Pra, nisur nga ky fakt, unë sinqerisht dyshoj që ne kemi probleme goxha në përsa i përket sigurisë së produkteve ushqimore. Për të mos folur pastaj që kemi mungesë të kapaciteteve laboratorike dhe ne nuk kryejmë një gamë të gjerë të analizave, siç janë ngjyrusit e bukës, ne sot nuk kryejmë dot analiza për të identifikuar nëse një bukë vjen si rezultat i produkteve që janë përdorur për të qenë e zezë, pra miellit, apo si rezultat i ngjyrusëve të shtuar, apo çdo aditivi tjetër. Pra, mungesa e kapaciteteve laboratorike, mungesa e transparencës, dhe sa herë që ka mungesë transparence, në fakt, diçka nuk shkon. Faleminderit shumë që ishit me ne në studio. Faleminderit, kënaqësi. Bukur, japim edhe këngën e fundit për sot, e rikthehemi tek tema e fundit, pikërisht siguria sociale, marrëveshja Itali-Shqipëri sa i përket edhe pensioneve.